Profeti alayhi salatu wassalam na tha se ditën e gjykimit Allahu xhaleshanu do të marrë përpara tij në pyetje një person që ka qenë shumë i pasur. Dhe i thotë, robi im, thotë, ç'të bëri ty, thotë, që të hutohesh ndaj Zotit tënd? Ç'të bëri ty që të hutohesh ndaj falënderimit dhe madhrimit për Allahun xhaleshanu? Ç'të bëri ty që të lesh pas dore faljen, adhurimet dhe detyrat që ke karshia ti që të fali gjithçka? Thotë, Zoti im, thotë, pasuria madhe. I ndenja, thotë, në kokë, Allah, thotë, se po mos t'i rish gjërave në kokë nuk bëhen. Fillojnë çalojnë dhe punët edhe angazhimet e shumta ma morën mendjen edhe ma morën kohën. I thotë Allahu xhaleshanu, po më i pasur se Sulejmani alayhis salam ishte ti, i cili kishte gjithë botën dhe kishte sundim ndaj njerëzve, xhindve dhe kafshëve dhe gjithçka tjetër. E kjo nuk e pengoi Sulejmanin alayhis salam që ti ishte i rregull dhe ti bënte falënderimin edhe mirënjohjen edhe madhrimin Allahu xhaleshanu. E merr një person që ka qenë shumë i varfër në këtë jetë. Dhe i thotë, robi im, ç'të bëri, thotë, që ti të hutohesh ndaj Zotit tënd dhe obligimeve që ke. Varfëria madhe, thotë, o Allah, thotë, a më i varfër se Isa alayhis salam ishte ti, subhanallah. Derisa vjen një person që ishte shumë i sprovuar, dhe i thotë, robi im, thotë, si e harrove Allahun tënd? Thotë, sprovat o Zot. Thotë, e ku ka pas njeri më të sprovuar se Ejubi alayhis salam? Dekada, sprove madhe, mbas një bollëku, mbas një pasurie dhe mirëqenie të madhe, e sprovoi Allahu xhaleshanu shëndetin e tij, pasurinë e tij, familjen e tij, dhe shembulli i qëndrueshmërisë së Ejubit alayhis salam u bë shembull për gjithë njerëzimin. E nuk ka shkas për askënd në çfarë do lloj gjendje qoftë ai mirë apo sprov apo vështirësi, që të humbi udhën edhe të humbi orientimin e Allahu xhaleshanu.